Stojkovic ka dalë sot në konferencë për shtyp, teksa ka folur për ndeshjen me Serbisë dhe Shqipërisë. Tekniku i Serbisë është ndalur gjatë këtij takim, teksa ka konfirmuar edhe disa dëmtime dhe mungesa që vështirësojnë situatën e kombëtares së tij, por pjesa më e rëndësishme e konferencës lidhej me kapacitetin e stadiumit të Leskovcit. Serbia e kaloi ndeshjen nga Beogradi në Leskovc në mënyrë që të kontrollojë më mirë stadiumin dhe të mos ketë rrezira që do të favorizonin Shqipërinë. Ndoshta për një tjetër fitore në tavolinë. Problemi qëndron se pas dënimit nga FIFA me 20% të ulëseve më pak, pra të tifozëve që duhet të mungonin kundër Shqipërisë, numri i tifozëve që duhet të ishin prezent atë ndeshje ishte 6500 tifozë. Kështu qarkulloi në të gjitha mediat, por kjo doli që të ishte një gënjeshtër. Trajneri i Serbisë u shpreh se numri i tifozëve që do të jenë aty është akoma edhe më i pakët se sa kaq. Aty do të jenë 5000 tifozë, tha Stojkovic. Dhe teksa gazetarët serb e pyetën nëse nuk do të jenë 6500 tifozë, ai konfirmoi edhe një herë tjetër. Jo, 5000 tifozë. Llogaritini dhe do ta shihni se un kam të drejtë përsëri. Uroj që fusha të jetë në kushtet ideale. Kemi luajtur në Leskovc më përpara dhe e dim se çfarë na pret. Nuk ishte vendimi ynë për ta dërguar ndeshjen aty. Do të luajmë atje ku vendosi federata jon. I bëj thirrje sërish njerëzve tan që ta duartrokasin dhe të mbështesin ekipin, tha Stojkovic. Tani mbetet të shihet nëse gjitha kjo do të favorizojë Serbinë apo Shqipërinë, por ajo që kuptohet është se me kaq pak tifozë në stadium, ajo që do të vendosë ndeshjen do të jetë cilësia e ekipeve në fushë dhe jo presioni që vjen nga shkallët e stadiumit. Gjithashtu trajneri i Serbisë tregoi se plani dhe qëllimi i tij është vetëm fitoria kundër Shqipërisë dhe se nuk do të bënte konsensus me asnjë rezultat tjetër. Qëllimi ynë është vetëm që të fitojmë me Shqipërinë, të marrim 6 pikë tani në tetor, asgjë më pak. Do të bëjmë gjithçka për t'ia dalë. Përse nuk është rejse Shqipëria, nuk mund të flasim kështu. Shqipëria është një ekip i madh dhe një rival i madh futbolli për ne. Në fund, duhet të shohim tabelën dhe se çfarë do të ndodhi. Ne nuk mund të luajmë gjithmonë kundër Francës, Anglisë, Portugalisë apo Gjermanisë. Duhet të bëjmë edhe ndeshje të tilla, si ajo kundër Shqipërisë, pavarësisht se sa të rejse janë apo jo, por që duhen fituar me patjetër, tha Stojkovic. Pra ndryshe nga mënyra se si po përjetohet në Shqipëri, në Serbi nuk duket e njëjta pamje, teksa tifozët nuk po shfaqin një interesim kaq të madh për ndeshje kundër Shqipërisë, duke i quajtur një rival i dorës së dytë dhe larg kualitetit të Serbisë. Kjo është një tjetër mundësi ideale për Shqipërinë, bashkuar me numrin e të pakat të tifozëve në stadium dhe me mungesat e mëdha të Serbisë për të bërë surprizën e madhe në Leskovc dhe për t'i mundur serbët për herë të parë në fushën e blertë dhe jo nëpërmjet kasit.